unë kam prit për vete, kam prit që do ta kalojmë këtë grup. Është një konglomerat i tërë faktorësh të cilët binë deri në këtë ditë, do thotë për nëse mujt me kalu. Unë besoj që dështimi kryesor ka fillu prej Azerbejxhanit, ku kemi humb atje, do thotë në Baku, edhe mandej ka vazhdu me ndeshjen në Zvicër, e cila ka qenë totalisht demotivuese për personalisht për kryetarin e Federatës Basketbollit, e mbasni edhe për të gjithë të tjerë të cilët kanë qenë pjesë asaj ndeshje. Do thotë është prit që atë ndeshje ne të paraqitemi bile spaku që kemi paraqit një 2 vjet më herët e 1 vjet më herët kundër Zvicrës, por kemi pas një paraqitje totalisht dëshpëruese, edhe masnej me këto 2 ndeshjet e fundit në Prishtinë, do thotë ka qenë pothuajse pa mundur rikuperimi prej atij dëshpërimi të madh të muajit nëntor. Pse? Ky është fondi i lojtarëve të cilin ne e kemi. Nuk kemi arrit, besoj, me nxjerr maksimumin edhe për këtyre lojtarëve të cilët i kemi në dispozicion. Ka shumë prej tyre të cilët nëpër klubet e veta i japin rendiment shumë të gjatë apo më të theksuar se sa që i japin për përfaqësuesin, dhe kjo është një çështje që kërkon analizë të mëtejme. Sa i përket kuptimit organizativ, kuptimit të ofrimit të kushteve për lojë, për stërvitje, për gjithçka tjetër, unë besoj që Federata e Basketbollit të Kosovës e ka bërë maksimumin. Ai kemi bërë më të mirën e mundshme me përzgjedhjen e selektorit. Do thotë ne kemi të bëjmë me një njeri i cili basketbollin e njeh shumë mirë, i cili është kampion i Francës në të kaluarën, një njeri i cili ka bërë analiza të duhura, ka bërë përgatitje të duhura, po të cilat nuk janë zbatuar në terren. Nëse nuk zbatohen në terren, atëherë janë të dy probleme. Këtu do me thonë, po më duket si një arsyetim i selektorit Shëllej dhe po hidhet fajt të lojtarët. Jo, s'm le me çupa fjalin dhe në fund, se sa Okej, më fal. Nëse ka dështim në zbatimin e urdhrave ose taktikës të trajnerit, atëherë janë 2 gjëra. Dy apalt. Jo, janë 2 gjëra këtu. Ose s'kem rri me përçu mesazhin e duhur se si duhet me u krye ajo punë, ose s'kem rri me bind lojtarin që kjo është mënyra e duhur për me u lujt loja. Do thotë, njëna prej këtyre dyjave dikun kemi pas një dështim, raportet e para të cilat i ka marrë, keni parasysh, do thotë ne marrim raporte prej gjithë atyre të cilët janë. Ajo do të vishim raporti për këtë krejt. Raporti për këtë krejt, do thotë spari duhet shkojë te bordi i Federatës Basketbollit të Kosovës për miratim, mandej mund ta bëjmë të hapur për krejt, por ka pjesë nga raportet të cilat unë mund t'i paraqes sepse janë sekret për asnjë. E ato janë? E ato janë, do thotë që ka pas probleme paksa lidhur me atmosferën brenda ekipës. Ato janë që ka pas probleme me qasjen të cilën e ka pas shtabi teknik një anë me ekipën në anën tjetër. Këto probleme ne duhet i trajtojmë dhe mënyra se si konkretisht a mundesh me na tregu çka s'ka qenë në rregull? Po nëse e shohim një pakënaqësi të lojtarëve kryesor ta në momentin kur të ndrohen, të e din që diçka do të thotë nuk është përçuar si duhet tek mes shtabit teknik dhe mes lojtarëve, ka një pengesë, ka një problem diçka. Nëse e të parapri dhe të tregoj që ti kemi undruar minutën e 5, 6, 3, 8, atëherë e pret këtë punë. Po nëse nuk të parapri edhe nxerrësh në një moment kur je duke e dhënë maksimumin, do të thotë ato që mundesh me e dhënë ti për këtë fanel, atëherë më njëherë krijon disa pakënaqësi. Kështu që ne duhet t'i vlerësojmë të gjitha. Një gjë që është e pashmangshme është se përfaqësuesja e Kosovës duhet të ribërtrihet. Do të vim të për këtë temë, për këtë temë kemë fol në një emision të veçantë. Gjithsesi, më fal të ndërpreva, po e thanë një gjë shumë të rëndësishme. Ti e din se për basketbollin në përgjithësi moti njihemi, për basketbollin, po kur është Kosova në pyetje aty jam shumë i prekshëm. Mundemi, s'po shkojmë tash në ato, unë ma shumë, ati ma shumë, po si do qoftë. Mundemi edhe me humb, nuk ka problem. Edhe humbja është pjesë e lojës, edhe si sportista e pranojmë. Mirë po, ajo e cila më kalon shije shumë të keqe, mos me thonë fjalë tjera, ka qenë sjellja e trajnerit ndaj lojtarëve dhe sidomos ndihmës trajnerit Andin Rashica në një moment. Do të thotë, a jeni taku me selektorin, a keni diskutu këto gjana pasi që ka përfundu krejt? Unë personalisht? Po. Jo. Kush është taku me te? është taku drejtori përfaqësuesve Adriatik Raci, i cili ka marrë feedbackun edhe prej tij, edhe i cili të gjitha këto, do thotë gjithë feedbackun prej të gjitha palëve duhet ta vendosën një raport të vetëm i cili i dërgohet. Është përfiluar krejt komplet? Është përfiluar, është i plot natyrisht, por prapë thonë do thotë ky raport kërkon miratim prej bordit të Federatës Basketbollit të Kosovës para se që mund të dalë edhe në publik. Nuk kemi ndonjë problem lidhur me to. Do thotë nuk ka një rekomandim, nëse kjo ka me qenë pyetja jote, nuk ka një rekomandim me thonë duhet bëhet ky ndryshim apo ai ndryshim.
është një rekomandim brenda raportit I cili thotë që ne duhet të mendojmë në aspekt afatgjatë lidhur me atë se si do të duket përfaqësuesja e Kosovës sot 5 vjet. Nuk mund të vazhdojmë për shkak se nëse kemi mungesë të rezultateve. Ne nuk mund të vazhdojmë me të njëjtën metodë edhe të kërkojmë një rezultat tjetër. Ne duhet ta bëjmë ndryshime dhe duhet të sjellim pa marrë parasysh nivelin e cilësisë, pa marrë parasysh nivelin e përvojës, ne duhet t'ja japim këtë përvojë këtyre djemve dhe vajzave të reja, do të në të gjitha nivelet të përfaqësuesës, duhet t'ja japim mundësinë. Hajde po e shkurtojmë muhabetin. Jepi. Selektori Sholle, apo mbetet, as po mbetet për me rikonstrua reprezentacionin? Me sinqeritetin më të madh, po ta them, sot nuk e di. A do të mbetet, a nuk do të mbetet. Nuk e di. Prej çka varet? Varet prej asaj do të se ne duhet ta kemi tash edhe një takim me të, për të pa, do të për të marrë prej dorës parë, për të marrë të gjitha vërejtjet, për të pa se sa është I gatshëm me e ndjek këtë strategji, po e quajë, ose këtë vizion të cilin ne e kemi lidhur me ripërtrirjen e përfaqësuesës, sepse nuk është e lehtë për një trajner I cili do të është trajner në nivel kulminant, të shkojë ta udhëheqë një përfaqësuese e cila në perspektivë mund të ketë edhe 2-3 vitet e ardhshme mund të ketë fare pak fitore. A e ke këtë qartë? Kjo është e qartë po besoj. Kështu që ne duhet të takohemi me të, duhet të flasim me të shohim nëse vizioni I tij për ato që ne duam të bëjmë përkon me ato tonin. Nëse po, vazhdojmë bashkë. Nëse jo, atëherë do të thotë ne nuk e kemi një obligim për të vazhduar një marrëdhënie me dikë I cili nuk I përshtatet vizionit të Federatës Basketbollit të Kosovës. Okej. Kryetar, do është edhe nisan mund të lidh tek selektori Sholle, nga krejt kjo që ju po e thoni, po dalim në përfundim që ju keni qenë të kënaqur kryesisht me gjithë atës që ka bo Sholle. Por, në këtë periudhë kohore, Si që deduktove që të punë. Realisht po thëmë se jo raporti me lojtar nuk në konë regull, por gjatë kësaj periudhe e dim që nuk e kam pas kohën e gjatë që kanë qenë bashkë edhe herën e fundit pak me vones ka nisë, nëse nuk ga bëj ka ardhë pak me vones trajneri Sholle, por edhe një gjë, a nuk duhet trajneri mu përshtat pak me atë që e ka në dispozicion, pasi që ju I përmendet pak kënaqësitë e lojtarëve kur janë zavendësu. Po tash, a nuk duhet mu përshtat selektori pak me situatën edhe rrethin edhe qysh e ka gjendjen e përfaqësuesës, përderisa në ato momente qatë brume ka. Unë mendoj që ti gjithë duhesh me nxjerr maksimum për brumit të cilin e ki. Edhe unë kisha dashur me pas Federatën e Basketbollit 8 milion buxhet, po nuk I kam. Kam veç ato që I kam edhe me që ato duhna me menagju të krejt punën dhe krejt rezultate duhme me menagju brenda që ati limitimit të cilin e kemi. Spari, në ciklin e nëntorit, do të thotë përfaqësuesja e Kosovës është përgatit ma gjatë se të gjitha përfaqësuesit tjera në Evropë. Jemi përgatit ma gjatë, kemi pas grumbullimin ma gjatë për të gjithve, sepse ka qenë hera e parë për trajnerin dhe kemi dashur m'ia dhënë mundësinë. Ju kujtohet që kemi shkaktuar pakënaqësi te klubet tona se kanë qenë 3 javë pa lojtarët e përfaqësuesës, ndërsa është dashur mi pagu lojtarët gjatë asaj kohe. E keni parasysh ta. Në ciklin e fundit, do të thotë këto muaj të shkurt, ata e ngrumbulluan në datën e cila është sipas FIBA, drejtorëve të FIBA-s. Natë ditë ka fillu window, natë ditë ka fillu përgatitjet. Kështu që kjo nuk qëndron. Saj përket asaj që unë jam I kënaqur me trajnerin Sholle, unë do të isha shumë I kënaqur po të kishte qenë rezultati tjetër. Po me këtë rezultat unë I kënaqur nuk mund të jem. Unë kam pas edhe momente tjera kur kam thënë që ky trajner, X trajneri e ka nxjerr maksimumin prej ekipës, po kjo është ekipa të cilën ne e kemi dhe trajneri nëse don mund të rri. Në këtë rast në asnjë moment nuk e thash këtë punë. Nuk thash që unë jam I kënaqur me trajnerin Sholle. Gjithashtu thash që pa e marr informatën kthyese prej tij direkt, lidhur me atë se a përkojnë vizionet tona apo jo, nuk mund të jap një përgjigje do të çndroj as do të çndroj. Nuk varet kjo veç prej meje. Arben. Por. Okej, më fal. Por. Nëse nuk më rrin me nxjerr maksimumin prej një ekipi, atëherë dikun problemi është. Nëse konstatimi është që ne I kemi ofruar të gjitha kushtet për këtë ekip, atëherë problemi është diku tjetër. Se ne s'kemi mujt, si federatë s'kemi mujt me bëu kurrë më shumë se sa kaq. Ky ka qenë maksimumi që mund të bëjmë në këtë moment. Kështu që ne duhet të shohim ata të cilët janë aktor në fushë. E para është ekipa, e cila e ka parasysh, do të thotë që po e jep maksimumin e maksimumit Dardan Berisha. Po e veçojnë, ndoshta pse është kapiten edhe më I vjetër I ekipës. Maksimumin po e jap. Ideja është maksimumi I tij mjaftueshëm. E para, edhe e dyta është edhe sa vjet ka me dhënë Dardani këtë maksimum. Edhe sa vjet mundet me e dhënë. Kështu që
ne duhet mendojmë paralelisht për përtrirje. Masi thamë që do ta diskutojmë një ditë tjetër, do ta diskutojmë një ditë tjetër. Veshurna. Pjaboj që i ki 60 sekonda. A bëni si do moderator tjerë. Ne duhet të sjellim aty të gjithë djemt e moshës që janë 17, 18 dhe 21 vjeç. Edhe duhet fillojmë me ta të punojmë seriozisht. Ne duhet ta krijojmë sistemin e punës përgjatë tërë vitit me këta djemt të cilët i kemi në Kosovë, me grumbullime më të shpeshta, përmes një programi të veçantë federatës, përmes sjelljes trajnerëve të huaj të cilët do duhet që ta udhëheqin këtë program të federatës, do të për një periudhë kohore derisa të aftësohen mjaftueshëm edhe trajnerët tanë, përmes krijimit një grupi të trajnerëve tanë rreth trajnerëve të huaj për të punuar me ta, po ne duhet ta krijojmë filozofinë e basketbollit të Kosovës, e cila sot është inekzistente, edhe duhet punojmë me këta djemt të cilët po i humbim në kalim të gjeneratës, prej juniorëve në senior. Edhe po e përmbyllim temën